as për Karabastan, të cilët do t'i ndikim në vijim të bisedës pra me historianin tonë. Pak më parë ju e pa të vizator këtë planimetri të parkut kombëtar të Divjakës, për të cilin do të thotë dy fjalë si hyrje historiani Gjika dhe ne do të vijojmë më tej. Parku kombëtar i Divjak, Karabastas është një nga 10 parqet kombëtare që ka Shqipëria. Është një park kombëtar me një sipërfaqe prej afërsisht 1300 km². Është një nga parqet më origjinale, sepse përmban një rrip ranor, përmban një lagun që është laguna e Karabastas me një sipërfaqe prej 48 km², pyllin halor më të madhi në Ballkanin Perëndimor dhe njësër vendbanimesh rurale përreth tij, të cilat, siç e tha dhe ju pak më parë, bartin vlera ekonomike, shoqërore dhe kulturore. Këtu jemi në një nga zonat më të çuditshme të fushës së Myzeqes, një zonë që e ka ruajtur një identitet të veçantë, sepse deri përpara shumë vitesh ai ka qenë një zonë e izoluar, siç e tregon dhe relievi, të cilën mund ta shpjegojmë edhe nëpërmjet kësaj harte, që nga ana vizuale krijon do t'ju krijoj teleshikuesve një ide vërtet të bukur dhe që do të ndiqet me interes prej tyre. Unë propozoj që të afrohemi dhe të shpjegojmë diçka me sa të na krijohet mundësia në këtë plan vendosje. Siç e shikojmë edhe nga plan vendosja, me ngjyrë bojqelli, kemi meandrat, kemi kthesat e lumit Shkumbin, i cili është dhe kufiri verior i fushës së Myzeqes, por dhe kufiri verior i Myzeqes së madhe, që shtrihet nga lumi i Shkumbinit deri në lumin Seman, që kemi këtu, vetëm rrjedhën e poshtme të tij. Pra zona e Divjak Karabastas, pra ky park kombëtar, nga më të rëndësishmit në vendin ton, shtrihet në pjesën perëndimore të Myzeqes së madhe, pra të asaj Myzeqe që shtrihet nga Shkumbini në veri deri në lumin Seman në jug. Divjaka, siç e thash pak më parë, ka qenë e izoluar nga pjesët e tjera të vendit, sepse në jug të saj lumi Seman, që e kufizonte dhe që ka qenë një pengesë për transportin dhe komunikacionin në kohët e shkuara, flasim përpara 70 ose 80 ose 100 vjetësh. Nga pjesa lindore e Divjakës ndodhen kodrat që nisin nga Gradishta, Gërmenji dhe mbyllen në fshatin Shën e Premte, ndërsa nga lindja e gjithë zona e Divjakës kufizoi me kodrat e Gradishtës, të Gërmenjit, që të mbylleshin në Shën e Premte, atje ku është rruga e drejtë, e cila në këtë plan vendosje ndodhet pikërisht aty, por në terren ndodhet në shpinën tonë, ja ku janë kodrat dhe fshati Shën e Premte, që është porta e hyrjes për në qytetin e Divjakës. Kjo zonë këtu është plazhi i famshëm i Divjakës, në një deti të vogël, ku Adriatiku futet thellë në brendësi të territorit të Divjakës. Ja dhe plazhi i famshëm, i cili dallohet jo vetëm për ajrin e pastër, por edhe për ërën kurative të pasur me jod. Me ngjyrë jeshile të errët është pylli halor, siç e tham pak më parë, pylli halor më i madh në Ballkanin Perëndimor, i cili qysh nga viti 1994 ruhet me një marrëveshje të veçantë, që është Konventa e Ramsarit, e nënshkruar nga qeveria shqiptare. Pylli është bërë i famshëm jo vetëm për 30 llojet e drurve të tij, por edhe për faunën shumë të pasur, që nga kuajt e egër që rriteshin aty, që nga një lloj, po themi, lope egër, e përmendur dhe e famshme, e cila është një specie që sot nuk ekziston,
por edhe për shpendët dhe për gjitarët, ku mund të përmendim edhe ujqit dhe çakenjtë e famshëm. Të ndalemi tek laguna e Karavastas, e cila këtu do ta nis me një vrejtje, sepse gjithmonë lagunat, që quhen dhe liqene detare në literaturën gjeografike, vizatohen me ngjyrën konvencionale të ujrave rrjedhëse, bojqelli ose blu. Në këtë rast ajo është paraqitur me jeshile të hapur. Është një nga liqenet detare më të mëdha në vendin tonë, me sipërfaqe 48 km2. Emri Karavasta, i të cilës vjen nga greqishtja e vjetër, nga koha e kolonizimit të madh grek në brigjet e Iliris, ku helenët themeluan koloni të tilla si Dyrrahun në veri, Apollonin dhe Orikun në jug. Dhe për detarët grek, laguna e Karavastas, që ka qenë mbeturina e një gjiri dikurshëm, siç është gjiri i sotëm i Divjakës, por që me kalimin e kohës nga forca e valëve, forca godice dhe sipërfaqet e gurta që sillnin lumenjt, shkumbin dhe seman, u kthye në një lagun e cila kufizon sot me anë të 3 kanaleve me detin Adriatik. Pjesa tjetër është e mbyllur nëpërmjet rripave dhe segmenteve litoral. Duhet të them se laguna, përveç veprimtarisë kryesore tradicionale që e shqun zonën e Divjakës, siç është peshkimi, në të rritet dhe një specie e veçantë, unike për të gjithë Europën, që është pelikani kaçurel, i cili ka si habitat, si vendbanim të tij, ishullin që quhet ishulli i pelikanit, një ishull i vogël, ku kjo specie ka gjetur qetësinë dhe vazhdon pikërisht atë vazhdimsinë e jetës së saj në këtë, duke i shtuar vlerat jo vetëm lagunës, po dhe parkut të Karavasta Divjakës. Objektivi ynë i sotëm është epiqendra qyteti i Divjakës, një bashki e re e themeluar ose e shpallur në fillim të viteve 1990, dhe ndërsa më parë, përpara 1990-s, si historik, ajo ka qenë një fshat ku lidhet edhe me rajonin ton të Fierit, për nga historia e popullimit, sepse në Divjak shumë fiset të saj, nga fiset e vjetër autokton, janë zhvendosur nga zona e Myzeqes së vogël, pra zona në jug të lumit Seman dhe në veri të lumit Vios, ku ndodhet dhe qyteti ynë i Fierit. Dhe pikërisht, siç e thash më parë, disa prej fiseve të saj janë zhvendosur nga fshatrat Shtyllas, Poro të Myzeqes së vogël. Zona shumë interesante për ta vizituar, dhe unë do të përmend një fakt tjetër, që në rrugën që shohim, këtu ndodhet Libofsha, Libofsh, Gradisht, Divjak, Shën e Premte, për të kaluar në veri të shkumbinit në fshatin Ballaj, ka qenë itinerari që ka përshkruar në udhëtimin historik Ismail Qemali në datën 23-24 nëntor, kur udhëtoi nga Durrësi, në Kavaj, në Rrogozhin, në Ballaj, Çerm, Shën e Premte, në Divjaku prit nga patriotët Divjakas, për të kaluar pastaj në Libofsh, ku prit nga ikonom Dhima dhe patriotët e tjerë Libofsharak, për të vazhduar udhëtimin e tij drejt Fierit dhe Vlorës, ku me sakrifica të mëdha dhe duke i shpëtuar edhe pritave dhe që kishte ngritur qeveria turke dhe urdhrave për arrestim, siç e paraqet filmi Nëntori 2, kreu atë mision të vështirë në ato ditë të fundit të vjeshtës vitit 1912, që u kurorëzua me shpalljen e pavarësisë. Dhe për ta ilustruar atë udhëtim të Ismail Qemalit përgjatë zonës së Divjakës dhe Myzeqes Bregdetare, ne fare mirë mund të shfrytëzojmë dhe arkivin e televizionit ton, ku ndonjë sekuencë e shfaqur prej tij, ku duken edhe pishat e Divjakës, sepse autorët i qëndruan besnik ngjarjes reale për të ndërtuar subjektin e filmit, do ishte shumë interesante.
do të shkruan ndonjëherë në libër zotni Pandeli, gjithë pa udhësit që janë bëhe, po i bëhen këtij populli. Po të shkruaj ndonjëherë një libër i tillë o xhaj, fletët e tij do të mbulonin gjithë Shqipërinë. Aj. Qafën e Shën e Premtes, ku kalon rruga automobilistike që lidh superstradën Rogozhin-Lushnje me rrugën e Divjakës, po e quajmë. Ne ndoqim itinerarin nga superstrada, erdhëm bashkarisht në Çerm, u shfaqëm këtu në qafën e Shën e Premtes, jemi në një kodrin të vogël 45 metra mbi nivelin e detit, ku përballë nesh ka qenë dikur kisha e Shën e Premtes, e cila u shkatrua në vitin 1967 nga politika atëre ateiste dhe e shekularizimit të shtetit monist, që i ndaloi me ligj funksionimin e gjithë enteve dhe besimeve fetare, dhe një pjesë të këtyre monumenteve të kultit i shkatroi dhe mbajti vetëm ato që përbënin interes nga ana historike. Megjithatë, toponimi ka mbetur kisha Shën e Premtes dhe lidhet edhe me historinë e Biblës të Dhjatës së Re, e premtja e Zezë, që është dhe dita e kryqëzimit të Jezu Krishtit. Ja ku kemi dhe si zakonisht pranë kishave, pranë manastireve, kishim edhe varrezat, besoj se vazhdimi i traditës së varrezat e vjetra janë diku tej. Dhe ja ku na shfaqet këtu tashti fusha e Divjakës, ja dhe kurrizi i kodrave të Shën e Premtes, gërmenjin më tutje që mbyllen deri në Gradisht në jug, aty ku dikur midis Gradishtës edhe kodrave të Ardenicës kalonte deri në vitin 1806 lumi Devoll, i cili më vonë pastaj, pasi u bashkua me Osumin në Kozar, pranë Kuçovës, vazhdoi përgjatë Myzeqes së vogël dhe krijoi atë që ne quajmë Seman, dhe që vijoi shtratin e tij në veri të qytetit ton të Fierit. Në thellësi duket pasqyra e Kënetës, Karavastas ose të liqenit detar, që grekët e quajtën vend për të ankoruar anijet. Dhe ja ku duket dhe pylli Halor, që vendasit e quajnë Vgjesht, i cili nuk është veç se 6 kilometra në perëndim të qytetit të Divjakës, si tashi po e formon si vendbanim urban fizionomin e tij. Më tërheq bukuria e kodrave të Shën e Premtes dhe të gërmenjit, një jeshile vërtet e errët, ku shohim blloqe me ullinj, po dhe mëtej në fush shoh edhe një parcel të mbjell me lakër. Duhet thënë që pa e kaluar atë statusin e emisionit ton, duhet thënë që Divjaka është rajoni që në gjithë Shqipërinë, për kuriozitet, i nxjerr perimet më shpejt në treg. Perimet e Divjakës dhe Bostani janë të përmendura në të gjithë tregun rajonal dhe atë shqiptar. Ne do të vazhdojmë, do të vijojmë rrugën. Rruga tashmë është drejt, fushore, dhe vjen duke zbritur drejt kuotës më të ulët, 4 deri në 6 metra mbi nivelin e detit, ku shtrihet edhe qyteti i Divjakës.
në kërthizë të Divjakës, atëre vetë unë shkon mendja, që përfaqëson historik kjo Divjaka? Që është kjo qendër administrative, sot për shembull që ka një njësi të pushtetit vendor në rang bashkie të klasë 2, pra kemi të bëjmë me një qytet të mirëfillt, pavarësisht nga përmasat, i cili mbart edhe vlerat e tij historike, shoqërore e të tjera. Historiku i Divjakës është natyrisht një historik i ri. Si bashki Divjaka i ka fillesat në vitin 1992, ku me ndryshimin e plot të sistemeve, nga sistemi monist monopartiak, u kalua në sistemin demokratik, ku një nga premtimet e para të qeverisjes atërshme ishte dhe shpallja e Divjakës bashki. Pikërisht shpallja e Divjakës bashki ka sjell të gjitha këto transformime që një bashki prioritare në zhvillimin e turizmit i ka mundësuar të gjitha këto ndryshime rrënjësore siç i shohim dhe ne sot. Por përpara vitit 1992, Divjaka konsiderohej fshat dhe ka qenë vërtet një zonë e izoluar. Meqenëse jemi në qendër, unë doja të bëja një pozicionim geografik të bëja një përshkrim të pozicionit geografik të Divjakës, që do t'ishte me interes për në vijim dhe në vazhdimsi të emisionit të sotëm, vëzhgime historike dhe arkeologjike për Divjakën. Qyteti i Divjakës shtrihet në veriperëndim të rrethit të Lushnjës dhe bën pjesë nga pikpamja territoriale në rrethin e Lushnjës, ndërsa nga pikpamja territoriale dhe administrative në qarkun e Fierit. Shtrihet, siç e përshkruam dhe në hartën e mëparshme, përtej kodrave të Gërmenjit dhe këtu ku ndodhemi ne është një terren i shesht ranor. Lartësia këtu ku ndodhemi ne në qendër është 4 metra mbi nivelin e detit dhe bashkia ndodhet pikërisht në mënyrë të barazlarguar midis kodrave të Gërmenjit dhe pyllit halor të Divjakës, që vendasit e quajnë me emrin Vjesht. Nga veriu, qyteti kufizohet me emisarin e Tërbufit, që nuk është gjë tjetër veç se një kanal kullues, i cili ujrat e ishkënetës së Tërbufit, që ndodhej midis kodrave të Gërmenjit dhe kodrave të Darsisë dhe Lushnjës, i derdh në detin Adriatik, në veri të gjirit të Divjakës. Në jug, ajo kufizohet me fshatin Zeng. Ky fshat, fshati i Divjakës, fshati i dikurshëm, është përmendur për herë të parë në histori në dokumenta turke në regjistrimin e vitit 1431. Ndoshta në një kohë me Libofshën? Pikërisht në të njëjtën kohë me Libofshën dhe përmendet si një nga fshatrat e nahijes së dikurshme turke të Myzeqes. Më vonë, pastaj banorët e vjetër nuk kujtojnë nga brezat e kaluar të dhëna të plota, na vinë gjithmonë në formë legjendash, por duhet të shpjegojmë diçka rreth emrit të fshatit, pse quhej Divjak. Me historinë e Divjakës është marrë një personazh që sot nuk jeton më, arsimtari Kolnika, i cili ka qenë i dënuar që nga fati që të vinte dhe të punonte në Divjak, kur kjo ishte një zonë e izoluar. Meqenëse ai në kohën e dikurshme të periudhës shtetit monist ishte diçka i goditur paksa nga lufta e klasave, e sollën dhe u vendos familjarisht në Divjak, ku, siç e shkruan profesori nderuar Kolnika, në kujtimet e tij, u mor jo vetëm me mësimdhënien që e kishte pasion dhe profesion, por u mor dhe me lëvizjen amatore, ku ngriti një grup teatral të zonës, u mor edhe me gjurmime historike dhe arkeologjike, duke na dhënë sot të vetme të dhëna mbi Divjakën. Ai e shpjegon që fjala Divjak nga etimologjikisht e shpjegon që vjen nga fjala div, njerëz të mëdhenj. Është dhe një teori tjetër që thot divia, dy vija uji, por deri më sot të dyja teoritë janë pak të
hipotezat janë pak të vakullta, do t'i quaja unë, jo shumë bindëse. Megjithatë, çdo vendbanim ka një emër origjine dhe përsëri nuk kemi në gjendje sot që ta spjegojmë. Duhet të theksoj se gjatë periudhës së pushtimit turk, kjo zonë u quajt Karatoprak. Tokë e zezë, për shkak të tokave me përmbajtje humusi, sepse ishin toka kënetore. Vendi ka qenë për një kohë të gjatë i izoluar, siç e theksuam edhe më parë, nga pjesa tjetër e vendit, dhe këtu njerëzit në këtë vend të rrethuar prej ujrave, sepse Divjaka rrethoi dhe nga një sër prejsh që vinin nga kodrat, nga vargu kodrinor i kodrave të Gërmenjit dhe derdheshin drejt lagunës në pjesën perëndimore të tij. Më fali Ilir, këtu jo në formën e një debati, se kemi të bëjmë me një fjalë të huaj kara, që është turqisht, Karatoprak. Tokë e zezë. Ndoshta, se pak më parë thamë që vjen nga greqishtja e vjetën. Ndoshta edhe Karavastaja në rrenjë du të ketë diçka të zezë. Në më thënë, a ujrat nuk ishin atë kthjellimin në ngjyrën e detit, a diçka e tillë, po që prapë se prapë më bën të them që diçka ka pasur nga... Nuk është pa gjë, duhet të ketë diçka të vërtet, por kjo është problemi gjuhëtarëve. Ju e kapët element, e denoncuat. Jo, se në njëri nga gjuhëtarët e nderor na dëgjon edhe thotë që leti shërbej se është problemi tyre. Ne nuk pretendojmë që të bëjmë historinë në mënyrën më të plot. Ne nëpërmjet emisionit ton japim dhe ngacmime që këto enigma të zgjidhen. Duke hedhur, japim ngacmimin, hedhim hipotezat tona, në rast të tjerët këto hipoteza le t'i vënë piketat. Atëherë vijom ku kishim fjalën. Përpara pushtimit turk, në Divjak, në zonën e Divjakës, pra në zonë që pas pushtimit turk u quhet Karatoprak, ka ushtruar veprimtarinë e saj familja princore Matranga, e cila më vonë pastaj u nështrua nga muzakajt, të cilët e kanë patur këtë territor deri në periudhën e pushtimit turk. Biles na vjen dhe një formë legjende që profesor Kolnika në librin e tij Divjaka, një fshat i lasht, të lutem fokusoje Elio, profesor Kolnika, tek libri i tij Divjaka, një fshat i lasht, që është i vetmi libër mbi historikun e Divjakës, na jep dhe një legjend që Skënderbeu, gjuetit e tij organizonte në pyllin e Divjakës. Nuk e kemi të dokumentuar, por e bëjmë një lidhje midis Ardenica, Divjaka ndodhet pranë Ardenicës, ndodhet pranë Beratit, ndodhet pranë Vlorës, në cep të rajonit perëndimor, ku kemi gjurmë të forta të pranisë veprimtarisë së Gjergj Kastriotit, siç është betejë e Beratit, të cilën ai e humbi, siç është martesa e tij në Kanin me Donika Arjanitin, siç është celebrimi i martesës së tij në manastirin e Ardenicës, dhe na vjen dhe kjo një element i katërt i veprimtarisë së tij, thash, në këtë cep të rajonit perëndimor, që është organizimi i gjuetive në pyllin e famshëm të Divjakës, si ta shohim më vonë. Katër këndsh, kishin 3 këndshin. Kanin, Berat, Ardenicë, atëre hapet dhe një kënd i katërt, që na krijon një 4 këndësh. Që është Divjaka dhe që po e ndriçojmë gjithmonë nëpërmjet emisionit ton të përbashkët vëzhgime historike dhe Në sonë e lirë, kemi shkollën e mesme të Divjakës, po sot është ditë pushimi, është ditë e diel dhe nuk mundemi të shikojmë atë gjallërinë e përditshme. Megjithatë, duhet thënë që na pëlqen, është një plot me peizazhe të bukura gjelbërimi. Këtu prapa kemi një pod ku me siguri
ngjitin në skenë fëmijët e vogël të kopshtit që kemi këtu pranë, kopshtin e Divjak, japin koncert. Po edhe ndoshta edhe nxënësit, nuk po i themi kështu. Aty prapa përpara nesh, shikojmë te këndi sportiv. Është një ambient i bukur, i kulturor dhe një ambient që edhe mua më impresionoi për bukurinë e tij. Një shkollë vërtet e ndërtuar dhe e sistemuar me shije. Po jo rastësisht shkolla mban emrin Koli Sako, sepse Koli Sako është dhe mësuesi i parë i shkollës shqipe të Divjakës, e cila vijoi sikudo në Shqipëri me fillimin e arsimit në vitet 1908-1909, në kohën e revolucionit Gjon Turk. Më parë Divjaka ka pas shkollë greke, për arsye sepse në kisha dhe në manastiret e zonës për të përgatitur klerik dhe për problemet e saj propagandistike, kisha kishte organizuar pranë saj edhe arsimin, por në gjuhën greke. Pra, fillesat e arsimit shqip në Divjak i kemi në një vitin 1908, për të ardhur pastaj në kohën e monarkisë shqiptare ku u hapën shkolla fillore dhe më vonë pas luftës dytë botërore, dihet që politika arsimore e shtetit monist ishte një politikë që kishte kritere të veçanta, kishte ambicje dhe kishte edhe një organizim vërtet që për të marrë shembull. Kemi zhvillim të arsimit në Divjak, ku do të hapet përveç shkollës 8 vjeçare, do të hapet edhe shkolla e mesme bujësore, pasi dihet që veprimtaria kryesore e kësaj zone ishte bujësia dhe duheshin kuadro të mesëm dhe punonjës të specializuar dhe të kualifikuar për sektorin e bujësisë. Vetëm pas viteve 90, pastaj u bë e mundur shndërimi i shkollës bujësore në gjimnaz dhe vërtet këtu në Divjak gjejmë këtë ambient të mrekullueshëm i cili u mundson të rinjve dhe të rejave të kësaj bashkie dhe të kësaj mini krahine të Myzeqes një arsimim të mesëm dhe fillor i aftëson ata për të vazhduar më tej pastaj shkallët e arsimit universitar. Është një pyetje që doja ta bëja pak më parë. Na rikthe pak në histori para 600 vjetësh, para 6 shekujsh, kur ne kemi qenë Libofsh dhe kemi bërë fjalë për regjistrat në flasim për vitet 1400. 1400. Çfarë mund të rikujtojmë nga këto regjistra? Regjistrat turk kanë qenë regjistra shumë të rregullt, regjistronin fshatin, kryefamiljarët, sa ishin të krishterë, sa familje të krishtera dhe sa myslimane, të ardhurat e përgjithshme që jepte fshati dhe taksat që do të merreshin nga fshati. Divjaka, përveç se taksave me karakter bujësor, blektoral, ka pas edhe taksën e rrushit, i cili matej dhe të mushtit në masën e vedrës, pasi në kodrat që rrethonin në pjesën lindore kultivohej vreshtaria, por Divjaka kishte edhe një specifik sepse është vendi i peshkimit dhe pikërisht termin Dajlan është një term turk që tregon vendin e peshkimit dhe tradita e peshkimit ndeshet për herë të parë në dokumenta turke të vitit 1431 dhe sot kjo traditë vazhdon edhe sot, sepse përveç të qenit një qendër ekonomike, shoqërore dhe kulturore e kësaj zone, Divjaka është dhe një qendër e rëndësishme e turizmit detar. Çdo fundjavë për të kaluar weekendin në Divjak vinë me dhjetra qytetarë të Shqipërisë, të cilët kanë edhe një specifik të veçantë të ardhjes këtu, të shijojnë një drek me prodhime të detit. Interesant është se nga shfletimi i historiku të Divjakës, shikon që zona këtu është populluar, që është nga periudha e Neolitit, 6000 vjet përpara Krishtit. Biles, arkeologët kanë gjetur në vendin e quajtur Bishçukas edhe Çekan Guri. Pra tregon që gjurmët e Neolitit janë të vizatuara tashmë në historikun e Divjakës. Por edhe gjatë periudhës së metaleve janë gjetur armë, bronzi,
që tregojnë vazhdimin e jetës në këtë zonë, por gjetjet më të shumta janë gjetjet të qeramikës, që i kemi të periudhës së antikitetit, ku kemi kandil, ku kemi enë të ndryshme të tipit të amforave, kemi relieve të altarve të tempujve të kësaj zone të gjetur nga arkeologët, por edhe një gur miljar të rrugës Egnatia, sepse dega jugore Egnatias ndahej në dy nëndek të saj. Njërën e kemi spjeguar që kalonte, dilte nga Fieri dhe shkonte në drejtim të Roskovecit, dhe vazhdonte mëtej në urën e sotme të Kuçit, dhe mes kodrave të Darsisë dhe Dumres dilte në Peqinin e sotëm, ndërsa rruga tjetër, pasi dilte nga qyteti Apolonis, vazhdonte në Fier, kalonte lumin Aps, po themi Semanin e sotëm, dhe përmes në pjesën perëndimore të kodrave të Petovës, Libofshës, vazhdonte drejt Veriut, kalonte në pjesën perëndimore të kodrave të Gradishtës, të Gërmenjit dhe të Shënepremtes, pra kodrave të sotme, po i quajmë të Divjakës, kalonte Shkumbinin dhe vazhdonte drejt Durrësit. Pra në Divjakën e sotme, Divjaka e sotme mund të ketë qenë një nga stacionet e dikushme të rrugës Egnatia, sepse në lindje të saj është një vend që i quajtur Tjegullas, ku janë gjetur qeramik me shumicë që dëshmon praninë e një vend banimi. Zemër të parkut, të pyllit të Divjakës, të parkut kombëtar, dhe për fat të mirë jemi në një ditë vjeshte, ku është më e pranishme natyra. Pavarësisht se këtu kemi blerimin e përhershëm, të përjetshëm, si thuaç, të halorëve, por ndihen nuancat e vjeshtës në këto në koloritin, në këto pimësitë e këto dhe natyrisht teleshikuesi merr me mend se çfarë ajri jemi duke thithur tashti, se sa i shpenguar gjendet njeriu në mes të një pylli, si thot kënga apo jo, në mes të pyllit do vemi, atje shtëpinë ta ngrem edhe ne. Sepse folen, atje folen ta ngrem edhe ne, ç'kuptim, sepse njeriu i lodhur nga jeta e përditshme, nga jeta urbane në qytete, nga zhurmat, edhe madje do thoshim nga ndotjet akustike që janë bërë të tmerrshme, atëherë kërkon lirinë, kërkon ajrin e pyllit, edhe në këtë rast ne po nuk është puna se po i bëjmë një reklam, po ne i bëjmë një përshkrim, një homazh të gjitha pyjeve që janë vërtet shëndet, jetë dhe pasuri. Dhe aq më tepër që në të gjithë qarkun e Fierit, Divjaka është i vetmi park kombëtar. Pra në të gjithë rajonin e Lushnjës, të Fierit dhe të Mallakastrës, të cilët janë 3 rrethet që përfshin qarku i Fierit, parku kombëtar i Divjakës është një nga 10 parqet kombëtare dhe që ka specifikën e tij, ka kaltërsinë e Adriatikut, ka brezin ranor, i cili përdoret për turizmin detar, për banjat kurative të verës, përdoret për
shëtitje turistike për hipizëm, dikur këtu është krijuar dhe klubi i parë i hipizmit, por që mendoj që për hipizmin edhe për themelusin e tij mund të bëhet një emision i veçantë, por këtu është dhe specifika e vet pyllit i cili ofron shlodhje, por këtu është ndaluar gjuetia. Nuk mund të flasim për turizmin e gjaut, i cili mund të shfrytëzohet më poshtë gjatë vijës bregdetare, siç është sporti i peshkimit, ku dhe shumë familje të Divjakës me të kanë ngritur edhe mirëqenien e tyre, kanë ndërtuar mirëqenien dhe ekonominë e tyre familjare, sepse gjuetia e peshkut, siç e tham edhe më parë për gjatë emisionit, është një veprimtari e vjetër ekonomike. Por apeli juaj ishte në kuptimin e ndikimit që ka dhe të rolit specifik që ka emisioni jon i përbashkët vëzhgime historike dhe arkeologjike, sepse nëpërmjet promovimit dhe pasqyrimit të vlerave arkeologjike, historike dhe kulturore, por edhe atyre natyrore, ne kemi luajtur dhe kemi patur një ndikim shumë të madh në nxitjen e kuriozitetit të auditorit, të audiencës së televizionit ton drejt këtyre qendrave